Ka marrë fund zyrtarisht telenovela e Roko Vatës. Shumë ishte folur për këtë temë në kohët e fundit, teksa kishte hipoteza nga më të ndryshme për fatin e tij. Në fillim u mendua se Roko do të lindte pezull ftesën e Irlandës dhe nuk do ta pranonte atë, pasi kishte refuzuar ftesën e Shqipërisë U21, sepse sipas tij meritonte shumë më tepër se sa moshat e kuqezinjve. Në ditën e sotme, emri i Roko Vatës u shpall në listën e Irlandës A për ndeshjet e marsit. Trajneri i Irlandës është pyetur nga gazetarët nëse ndikoi ftesa e Shqipërisë dhe interesimi për të që ta merrin në këtë moment, por sigurisht që trajneri i irlandezëve mohoi gjithçka, duke thënë se nuk ishte kjo arsyeja, por talenti i tij. Jo, nuk ndikoi interesimi i Shqipërisë për të, por potenciali i tij. Duam ta marrim dhe ta shohim mirë në stërvitje se çfarë është i aftë të bëj dhe çfarë mund të na ofrojë në tavolinë. Te Watfordi ka treguar se mund të vendosi edhe një ndeshje i vetëm, tha trajneri irlandezëve. Një situatë as pak e bukur kjo edhe për babain e Roko Vatës, Rudi Vatën, që ka luajtur me fanellën e Shqipërisë dhe është përkrahur dhe duar torkitur nga tifozët shqiptar. Por djalin e tij vendosi që t'ia dërgojë Irlandës për të dhënë kontribut atje. Faqja e njohur në Facebook, kushtuar talenteve shqiptar, Albanian Talents, ka rritur të marrë një reagim dhe prononcim të Rudi Vatës sa i përket kësaj situate. Si gjithmonë, Rudi Vata, që deri dje fajsonte Shqipërinë dhe stafin e Federatës Shqiptare të Futbollit se nuk ishte interesuar për djalin e tij, tani shprehet se ftesa që i bëri Federata Shqiptare e Futbollit nuk ishte serioze, por ishte sa për të larë gojën. Ky vendim erdhi pasi ata që paguan për të parë lojtarët me vlera dhe që mund të japin shumë për Shqipërinë nuk kanë treguar interes për Roko Vatën dhe as nuk e kanë kontaktuar më herët, kur ai mund të luante për çdo grup moshë të Shqipërisë. U kujtuan tani për të dërguar ftesë me U21-shin, kur Irlanda A e kishte ftuar, e bën sa për të larë gojën. Roko Vata nuk do ta gjej kurrë te Irlanda dashurinë që do të gjendet te tifozët shqiptar, që nuk lën stadium pa shkuar për të mbështetur lojtarët tanë, si edhe në klubet ku luajnë. Duhet të mos tregohemi naiv. Ftesa nga Shqipëria U21 nuk ishte serioze, ishte thjesht një email i dërguar, tha Rudi Vata. Kështu faji për Rudi Vatën mbetet sërish te Shqipëria, që këtë herë sipas tij nisi një ftesa për të larë gojën. Për të gjitha këto nuk kanë rëndësi përpara faktit. Djali i Rudi Vatës do të luajë për Irlandën dhe jo për Shqipërinë.